Parashikimi javor, 23 shkurt deri në 1 mars. Dashuri, para dhe ndryshime për të gjitha shenjat. Kjo javë nuk është si të tjerat. Energjia që hapet nga 23 shkurt deri në 1 mars sjell kthesa, zgjedhje dhe momente që mund të ndryshojnë rrugën tuaj për muajt e ardhshëm. Universi dërgon sinjale të forta për ata që janë gati të dëgjojnë. Disa shenja do të përjetojnë fundin e një cikli, ndërsa të tjera do të marrin mundësi që nuk vijnë shpesh në jetë. Në dashuri, shumë zemra do të testohen. Në para, disa vendime do të ndikojnë stabilitetin afatgjallë. Nëse e shihni këtë mesazh, ndoshta nuk është rastësi. Qëndroni deri në fund, sepse një nga këto shenja do të marrë një paralajmërim shumë të rëndësishëm që mund të shmangë një gabim të madh. Dashi. Energjia e kësaj jave sjell vendime të forta dhe nevojë për veprim të menjëhershëm. Një situatë që ka qëndruar pezull kërkon qartësi dhe guxim. Në punë, një mundësi për avancim ose ndryshim drejtimi mund të shfaqet, por kërkon besim dhe shpejtësi. Mos e shtyr. Në dashuri, komunikimi i sinqert largon keqkuptimet dhe krijon një lidhje më të thellë. Nëse je vetëm, një njohje spontane mund të ndesë emocione të forta. Financat kërkojnë organizim, por një lajm pozitiv mund të vijë në mënyrë të papritur. Universi të shtyn të mos dyshosh në veten dhe të mos kthehesh pas. Ky është një moment për të mbyllur kapituj që nuk të shërbejnë më. Çdo vendim që merr gjatë kësaj jave do të ndikojë muajt e ardhshëm. Beso tek instinkti dhe vepro me vendosmëri. Demi. Stabiliteti dhe siguria bëhen prioritet, por universi kërkon fleksibilitet. Një ndryshim i vogël në rutinë mund të hapë një rrugë të madhe. Në punë, një bashkëpunim ose ofertë e re mund të sjellë rritje dhe zhvillim. Mos refuzo vetëm sepse duket e panjohur. Në dashuri, energjia është e qetë dhe romantike. Një moment i thjeshtë krijon afrim dhe besim. Nëse je vetëm, një person nga e kaluara mund të rikthehet me një mesazh. Financat përmirësohen nëse planifikon dhe shmang shpenzimet impulsive. Një surprizë mund të vijë nga një burim që nuk e prisje. Universi të kërkon të besosh tek procesi dhe të mos nxitohesh. Durimi do të shpërblehet. Kjo javë ndihmon ndërtimin e një baze të fortë për të ardhmen. Binjakët. Komunikimi, idetë dhe lëvizja janë në qendër të kësaj jave. Një mesazh, takim ose telefonat mund të ndryshojë drejtimin e planeve. Në punë, fleksibiliteti dhe mendimi i shpejtë krijojnë avantazh. Një mundësi që lidhet me udhëtim, mësim ose rrjete sociale mund të hapë dyrë të reja. Në dashuri, energjia është e gjallë dhe sjell surpriza. Nëse je në një lidhje, emocionet rikthehen. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të fillojë papritur. Financat kërkojnë organizim dhe strategji më të qartë. Mos merr vendime impulsive. Universi të dërgon sinjale për zgjerim dhe zhvillim personal. Kjo javë të fton të dalësh nga rutina dhe të besosh më shumë tek rrjedha e jetës. Mundësitë janë më afër se sa mendon. Gaforja. Emocionet bëhen më të thella dhe kjo javë sjell reflektim të rëndësishëm për marrëdhëniet dhe sigurinë personale. Një situatë familjare kërkon qetësi, maturi dhe durim. Në punë, duhet të vendosësh kufi të qartë dhe të mos marrësh përgjegjësi që nuk të përkasin. Një ndryshim në ambient mund të ndihmojë të ndihesh më i sigurt. Në dashuri, sinqeriteti dhe hapja emocionale krijojnë lidhje më të forta. Nëse je në një lidhje, një bisedë e thellë sjell qartësi. Nëse je vetëm, një njohje që fillon si miqësi mund të zhvillohet. Financat përmirësohen përmes kontrollit dhe planifikimit. Shmang rreziqet e panevojshme. Universi të fton të falësh të kaluarën dhe të lirohesh nga ngarkesat emocionale. Kjo javë favorizon shërimin dhe ndërtimin e stabilitetit afatgjallë. Energjia të ndihmon të krijosh një bazë të sigurt për të ardhmen. Luani. Vetbesimi rritet dhe kjo javë sjell mundësi për të marrë drejtimin që ke pritur prej kohësh. Një projekt, ide ose propozim mund të vendosë në qendër të vëmendjes.
Në punë kërkohet guxim dhe vendosmëri. Mos se nënvlerëson ndikimin tënd. Në dashuri, pasioni dhe energjia romantike rriten. Nëse je në një lidhje, momentet e bukura rikthejnë afrim. Nëse je vetëm, një njohje e papritur mund të sjellë emocion. Financat kërkojnë disiplinë, por një mundësi për përfitim mund të vijë. Universi të fton të mos dyshosh në aftësitë e tua dhe të mos lejosh frikën të të ndalojë. Kjo javë është e rëndësishme për imazhin dhe reputacionin. Çdo hap i guximshëm tani krijon rezultate në muajt e ardhshëm. Energjia favorizon leadershipin dhe suksesin. Virgjëresha. Organizimi dhe analiza sjellin stabilitet, por kjo javë kërkon edhe fleksibilitet dhe besim tek rrjedha e jetës. Një ndryshim në plane mund të hapë mundësi më të mira se ato që ke menduar. Në punë, bashkëpunimi dhe komunikimi krijojnë zhvillim. Mos u izolo në detaje. Në dashuri, qetësia dhe sinqeriteti sjellin siguri. Nëse je në një lidhje, mund të diskutohen plane afatgjata. Nëse je vetëm, një person serioz mund të shfaqet. Financat përmirësohen përmes vendimeve praktike dhe mençura. Shmang shpenzimet e panevojshme. Universi të kërkon të besosh më shumë tek procesi dhe të mos kërkosh kontroll absolut. Kjo javë favorizon rritjen personale, mësimin dhe zhvillimin. Rezultatet do të jenë të qëndrueshme dhe afatgjata. Energjia ndihmon ndërtimin e një strukture të fortë për të ardhmen. Peshorja. Balanca dhe qetësia bëhen prioritet kryesor gjatë kësaj jave, por disa situata kërkojnë vendime të forta dhe të qarta. Një çështje që lidhet me marrëdhënie ose bashkëpunim kërkon sinqeritet dhe guxim. Në punë, një mundësi për partneritet mund të sjellë stabilitet dhe zhvillim. Beso tek gjykimi yt dhe mos kërko aprovimin e të gjithëve. Në dashuri, komunikimi i hapur sjell afrim dhe qartësi. Nëse je në një lidhje, një bisedë e thellë krijon siguri. Nëse je vetëm, një njohje përmes rrethit social është e mundshme. Financat përmirësohen nëse organizon shpenzimet dhe mendon për të ardhmen. Universi të ndihmon të rikthesh besimin dhe të ndërtosh marrëdhënie më të shëndetshme. Kjo javë favorizon vendime që krijojnë ekuilibër dhe stabilitet afatgjat. Energjia sjell harmoni dhe rritje personale. Akrepi. Transformimi dhe ndryshimi janë në qendër të kësaj jave, duke sjellë mundësi për të lënë pas situata që nuk të shërbejnë më. Një vendim i rëndësishëm kërkon besim tek intuita dhe qartësi. Në punë, një ofertë ose ndryshim drejtimi mund të shfaqet. Analizo, por mos së shty. Në dashuri, emocionet janë të forta dhe sjellin afrimitet. Nëse je në një lidhje, pasioni rikthehet. Nëse je vetëm, një person misterios mund të të tërheqë. Financat kërkojnë strategji dhe kontroll. Një investim i menduar mirë mund të sjellë përfitime. Universi të fton të mos i rezistosh ndryshimit dhe të besosh tek procesi. Kjo javë favorizon rilindjen emocionale dhe zhvillimin personal. Energjia të ndihmon të krijosh një drejtim të ri dhe më të fortë. Shigjetari. Dëshira për zgjerim, aventura dhe eksperienca të reja rritet ndjeshëm. Kjo javë sjell mundësi për udhëtim, zhvillim ose ndryshim drejtimi. Në punë, një ide që lidhet me të ardhmen mund të marrë formë dhe të hapë dyrë të reja. Besimi tek vizioni yt është çelësi. Në dashuri, komunikimi dhe spontaniteti rikthejnë emocionet. Nëse je në një lidhje, momentet e bukura krijojnë afrim. Nëse je vetëm, një njohje me dikë që ndan të njëjtat vlera është e mundshme. Financat përmirësohen përmes planifikimit dhe strategjisë. Një ide e thjeshtë mund të sjellë përfitime në të ardhmen. Universi të shtyn të mos ndalosh për shkak të frikës dhe të ndjekësh rrugën që të frymëzon. Kjo javë favorizon rritjen dhe zgjerimin personal. Energjia sjell optimizëm dhe besim. Britsjapi. Disiplina, fokusi dhe qëllimet afatgjata marrin vëmendje të veçantë gjatë kësaj jave. Një projekt që ka kërkuar përkushtim fillon të jap rezultate dhe kjo rrit besimin.
Në punë, një person me ndikim mund të vlerësoj seriozitetin dhe profesionalizmin. Mundësi për avancim janë të mundshme. Në dashuri, kërkohet më shumë hapje emocionale për të krijuar stabilitet. Nëse je në një lidhje, një bisedë dhe sinqert sjell qartësi. Nëse je vetëm, një person nga rrethi i afërt mund të tregojë interes. Financat kërkojnë organizim dhe strategji të kujdesshme. Shmang rreziqet e panevojshme dhe fokusohu tek stabiliteti. Universi po ndërton një bazë të fortë për të ardhmen dhe kërkon durim. Mos dysho në rrugën që ke zgjedhur. Kjo javë favorizon suksesin gradual, stabilitetin dhe sigurinë. Energjia të ndihmon të ndërtosh një strukturë të qëndrueshme. Ujori. Kreativiteti dhe idetë e reja aktivizohen fuqishëm dhe kjo javë sjell mundësi për të dalë nga rutina. Një projekt inovativ ose një ndryshim drejtimi mund të hapë një kapitull të ri. Në punë, duhet të besosh tek vizioni dhe të mos ndjekësh mendimin e turmës. Vendimet e guximshme sjellin përfitime. Në dashuri, surprizat janë të mundshme dhe emocionet bëhen më të gjalla. Nëse je në një lidhje, komunikimi krijon energji të re. Nëse je vetëm, një person i veçantë mund të shfaqet papritur. Financat përmirësohen përmes strategjive moderne dhe ideve kreative. Universi të shtyn të mendosh ndryshe dhe të krijosh një drejtim unik. Kjo javë favorizon ndryshimin, rritjen personale dhe zgjerimin e horizonteve. Energjia sjell frymëzim, besim dhe mundësi të reja. Peshqit. Intuita dhe ndjeshmëria bëhen udhërrëfyes të fortë dhe kjo javë sjell qetësi dhe reflektim. Një cikël emocional mbyllet dhe krijon hapësirë për fillime të reja. Në punë, një projekt kreativ ose bashkëpunim mund të sjellë kënaqësi dhe rezultate pozitive. Beso tek talentet e tua. Në dashuri, sinqeriteti dhe empatia krijojnë lidhje të thella. Nëse je në një lidhje, afrimi bëhet më i fortë. Nëse je vetëm, një njohje shpirtërore është e mundshme. Financat kërkojnë kujdes dhe planifikim, por një lajm pozitiv mund të vijë. Universi të fton të mos krahasosh veten me të tjerët dhe të ndjekësh rrugën tënde. Kjo javë favorizon shërimin, paqen dhe besimin. Energjia të ndihmon të lësh pas të kaluarën dhe të hapësh zemrën ndaj mundësive. Nëse ndjeve se ky mesazh ishte për ty, shkruaj në koment shenjën tënde dhe një fjalë që përfaqëson energjinë që dëshiron për këtë javë. Mbështete këtë kanal me një like, sepse çdo pëlqim ndihmon që këto mesazhe të arrijnë tek më shumë njerëz. Mos haro të abonohesh për të mos humbur parashikimet ditore dhe javore. Shpërndaje këtë video me dikë që ka nevojë për një shenjë nga Universi. Universi gjithmonë komunikon. Dhe ti je këtu për ta dëgjuar.